Në qytetin e Lushnjës po vazhdon puna për zbukurimin e ambienteve publike me lule natyrale pranverore. Hapësirat e gjelbërta pranë institucionit të Bashkisë Lushnje, si dhe sheshi i qytetarëve, po marrin një pamje të re fal mbjelljes së luleve shumëngjyrëshe. Puna po realizohet nga Drejtoria e Pasurisë Publike, në drejtimin e drejtuesit të kësaj ndërmarrjeje Elison Zeka, së bashku me punojësit e ndërmarrjes publike me mbështetjen e Bashkisë Lushnje dhe kryebashkiakes Eriselda Sefa. Njërisi e këtij viti është mënyra e veçantë e sistemimit të luleve në sheshin e qytetarëve dhe pranë institucionit të bashkisë, ku ato janë mbjellë të rreshtuara në formën e shkronjave që formojnë emrin e qytetit Lushnje, duke sjellë një atmosferë të bukur pranverore dhe ngjyra të shumta për qytetarët. Punimet do të vijojnë dhe në zona të tjera publike të qytetit, ku krahas gjelbërimit po realizohet dhe mbjellja e luleve për ditën pranverës, bukurinë që meriton një qytet me traditë si Lushnja e Myzeqes. Qytetarët u bëhet thirrje të tregojnë kujdes për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e luleve dhe hapësirave të përbashkëta, në mënyrë që këto ambiente të mbeten të bukura dhe të gjalla për të gjithë komunitetin.